Thuaj bashkëshortit, le ta ndërroj pragun e shtëpisë. Kur profeti Ismail a.s. u martua me gruan e tij të parë, babai i tij, profeti Ibrahim a.s. shkonte dhe e vizitonte atë her pas here. Kështu, ai shkoi një herë, por djali i tij, profeti Ismail a.s. nuk ishte në shtëpi. Në shtëpi ishte vetëm gruaja e tij. Kur Ibrahimi a.s. e pyeti se si po jetonin, ajo ju përgjigji dhe tha: "As pak mirë, dobët." Profeti Ibrahim a.s. i thot: "Kur të vi burri yt në shtëpi, thuaj, le ta ndërroj pragun e shtëpisë." Ajo nuk e dinte se ai ishte babai i tij, kështu që kur u kthye Ismaili a.s. nga gjuetia, ajo ja përcolli mesazhin atij. Ismaili a.s. e kuptoi se kush e kishte lënë atë mesazh, prandaj tha gruas së tij: "Ti je e lirë, mund të shkosh ku të dëshirosh." Ky është shembulli i bindjes ndaj babait të tij. Kur profeti Ismail a.s. u martua me një grua tjetër, Ibrahimi a.s. shkoi përsëri t'i vizitoi ata. E takoi aty gruan e tij të dytë. Mirëpo, kjo gruaja e dytë ishte mirënjohëse dhe falënderuese ndaj Zotit të gjithësisë, kështu që ai i tha: "Kur të kthehet burri yt nga gjuetia, thuaj, le ta përforcoj pragun e shtëpisë." Prandaj gruaja është si simboli pragut të shtëpisë. Kur Ibrahimi a.s. me djalin e tij Ismailin a.s. e ndërtoi Qaben, ai bëri lutje Allahut që ta pranojë atë prej tyre, që ta furnizoj luginën e Mekës, që pasardhësit e tij të jenë nga ata që falin namaz, që të bëj Mekën të dashur për zemrat e njerëzve, që t'ua dërgoj atyre një pejgamber nga mesi i tyre, i cili do t'ua mësoj atyre ajetet e Allahut, do t'ua mësoj atyre librin dhe do t'i pastroj. Ja pra, dhe Ibrahimi a.s. dinte për volën e profetëve, profetin Muhammed a.s. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë profetët. Amin.